Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tiron Alili në kanalin Monitor TV. Ditën e sotme do të nisi me lajmet më të fundit, me ngjarjet më të fundit që në fakt ditën e djeshme kanë surprizuar publikun shqiptar. Të gjithë fansat e Eglit nëpërmjet një Insta story të saj në Instagram u informuan që Egli do të sjellën këngën e saj të radhës. Në fakt jemi në pikpyetje të titullit të këngës, për faktin sepse Egli siç duket është drejtuar tek ndjekësit e saj, tek fansat e saj, me fjalën o jetë, do të thënë duke I quajtur jetë ato. Nuk nënkupton që kënga mund të quhet jetë, sepse nuk ma merr mendja që dy këngë të vinë me të njëjtin titull, dy këngë të vinë në të njëjtin konotacion, dhe ditën e djeshme siç duket Egli me shumë dashuri përshëndeti fansat duke u thënë o jetë që do të sjellën një këngë të radhës. Më pas, do të thënë, fillimisht të gjithë e kuptuan si o jetë do të quhet kënga, një fjalë që është përdorur në Big Brother ku Egli I thoshte Gjestit shumë shpesh o jetë. Do me thënë janë të zgjuar si Egli dhe Gjesti për të përdorur mekanizmat dhe për të përdorur këtë strategjinë e tyre për të rënë në sy, për të qenë në qendër të vëmendjes, do me thënë përdorin gjithçka dhe Egli ditën e djeshme përdori fjalën o jetë për të treguar projektin e saj. Pas një periudhe reflektimi dhe largimi të përkohshëm nga vëmendja publike, Egli Tako ish banorja e njohur e Big Brother VIP Albania 4 dhe një zë I dalluar në skenën muzikore shqiptare, është rikthyer me energji të re dhe projekte të reja. Artistja e cila ka spikatur gjithmonë për vokalin e saj të ndjeshëm, interpretimet autentike dhe emocionin e thellë që përcjell në çdo këngë, ka zgjedhur që këtë herë të vijë me një qasje të re dhe më të pavarur në karrierën e saj artistike. Në një postim në Insta Story që ka ngjallur me një herë reagime dhe spekulime nga ndjekësit e saj, Egli shkroi: "O jetë, po vjen kënga e radhës." Ky mesazh I shkurtër, por shumë domethënës, ka shërbyer si një paralajmërim për projektin e saj më të ri muzikor, një këngë që do të jetë fryt I bashkëpunimit me një artist tjetër, emri I të cilit apo të cilës nuk është bërë ende publike, por hamendësimet e mëdha janë që Egli Tako do të sjellën bashkëpunim me Kidën, edhe pse do me thënë Egli vazhdon akoma këngët I bën në SBS kompanin apo në kompani tjetër, por do të shohim se si do të vi ky projekti. Mungesa e detajeve konkrete për partnerin muzikor ka shtyrë fansat të hedhin teori të ndryshme mbi identitetin e tij, duke përmendur disa nga emrat më të njohur të skenës shqiptare. Ndërkohë kjo strategji ka ngjallur një interes të jashtëzakonshëm dhe ka krijuar një atmosferë pritje të edhshme në rrjetet sociale. A do të jetë fjala për një emër të ri në treg apo për një artist të afirmuar me të cilin apo të cilën Egli do të krijojë një binom të papritur artistik, kjo mbetet për t'u zbuluar. Ky rikthim vjen në një moment të rëndësishëm për Eglin, pas ndarjes së saj profesionale nga këngëtarja dhe menaxherja e njohur Fifi, me të cilën kishte ndërtuar një marrëdhënie të ngushtë të bashkëpunimi artistik, edhe pse të dyja palët nuk kanë dhënë shumë sqarime rreth arsyeve të këtij largimi. Dihet se Egli ka vendosur të ecë përpara me forcat e veta, duke ndërtuar një identitet të ri artistik që reflekton më qartë personalitetin dhe vizionin e saj muzikor. Kjo ndarje nga menaxhimi I Fifit shënon një kthes të rëndësishme në rrugtimin e saj, duke I dhënë asaj më shumë liri krijuese dhe kontroll mbi projektet e saj. Egli tashmë duket më e përqendruar se kur në ndërtimin e një karriere që nuk ndikohet vetëm nga prurjet e momentit, por që bazohet në cilësi, ndjeshmëri dhe në përkushtim. Burime pranë artistes tregojnë se ajo ka kaluar muaj të tërë në studio, duke punuar intensivisht me kompozitor dhe producent të ndryshëm për të gjetur tingullin që do ta përfaqësojë më së miri në këtë fazë të re të karrierës së saj. Thuhet se stili I saj do të ruajë emocionin e thellë që kanë
që ka qenë gjithmonë pjesë e identitetit të saj, por me një qasje më moderne, më të sofistikuar dhe ndoshta më të guximshme në eksperimentet muzikore. Në një intervistë të mëparshme, Egli kishte theksuar se për të, muzika është më shumë se thjesht një formë argëtimi apo fitimi, është një formë e shprehjes emocionale që lidhet ngushtë me përvojat e saj profesionale. Kjo e bën edhe më të veçantë faktin që ajo ka zgjedhur të rikthehet tani, në një moment kur ndoshta ndjen se ka diçka të rëndësishme për të thënë përmes artit të saj. Tashmë përditshmëritë janë të larta dhe pritshmëritë. Fansat e saj më besnik janë duke ndjekur çdo postim dhe çdo lëvizje të saj në rrjetet sociale, një përpjekje për të zbuluar më shumë rreth projektit të ri. Ndërkohë, industria muzikore shqiptare pret me kuriozitet të shohë se cilin drejtim do të marrë karriera e Eglit në këtë kapitull të ri. Do të jetë një rikthim triumfal që do të shënojë një tjetër kulm të karrierës së saj, apo një fazë tranzicioni drejt diçkaje edhe më të madhe. Një gjë është e sigurt, Egli Tako nuk është vetëm një këngëtare, ajo është një artiste që di të përshtatet, të rizbulohet dhe të befasoj, dhe rikthimi i saj i fundit është dëshmi e qartë e kësaj. Syt janë tashmë nga ajo dhe muzika që po vjen pritet të flasë vetë. Këto janë lajmet më të fundit rreth këngës së Eglit. Egli nuk është se ka dhënë detaje se në cilën studio e ka punuar këtë këngë. Dyshimet vazhdojnë që Egli bashkëpunon me SBS-in sepse ka patur kontratë për 5 këngë të tjera, ku më pas pritet të ndryshojë dhe bashkëpunimin e saj, por dyshimet janë apo hamendësimet në fakt që fliten lart dhe poshtë thuhet që Egli Tako këtë këngë do ta sjellën me Kidën, një artiste që ka bërë nami në skenën muzikore shqiptare. Ne do takojmë sërish, ju na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.